fini do femna të reja une, edhe do t'jem 3, vjerët shumë si shishatin, si formatin. Vjerët, kjo shekulli 21. Qka? Se kam borç une me rujt, se kam borç une me rujt vjerën. Me ja dash djalin po, a me ja këqyr nonën, jo. Ja, kjo dalasho, gabim o kjo. Ju a dini që, jo na vjerën, kemi borç me këqyr një grua që se kemi hiq kur gjoha me gjua me hangër me pi. Dini Ebu Bekrin, e keni ndëgjua Hazreti Ebu Bekrin. Po shkon para sabahit, një gruës pja qënë të shpia millin e bukën e qka ka. E pja pastron, e pja qënë ujin. Plakut me ndihmue, apo plakës me ndihmue, e ti vjerënës me këqyr, ose kemi pa, se une kam vjetë tamam për mi di që të punë, kemi pa që këne folën me dikën, vjerë o plak, vjerës javon. Ajo s'pe shetë në ajtë. Allahu apo të shetë që pja bësht. Allahu ata shkruan këtë gjuna ajo. Ty a ka qef dikush me të boq ashtu qatë gjestë mbrapsht. Allahu ata shkruan. Mos motra jeme. Kush po thot, vjerat e vjerit si kemi na për borç, qëfar grupi jo është taj, qëfar tarikati jo është ata nuk i di. Unë e di që Ebu Bekri, radiallahu anhu, shkoj ke para sabahit me këqyr. Randej, ose e kje gjyshen, s'po njën, s'po shes, s'po kupton mirë, mos i bërtit, o hajman, s'po merë vesh, o budal, shka ke bon? Mos kështu, se dhe ti nesër plakësh, ka thonë pejgamberi jytë dhe i jemi. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, bini salavat një herkret. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ka thonë me një fjallë ti, burru abaakum, të burrukum ebnaukum, respektoni prindërit e juj, gjyshtës të gjysht, të vjetrit e juj, ani ju respektojnë e vlat e juj. Fjalla popullore ju e dini, qka thët, qka të mbjellish, korësh. Pra këto përgjësi kini.